Xhamitë e qytetit të Vlorës, krahas kultit fetar që përfaqësojnë, janë njëkohësisht një atraksion turistik për qytetin. Muftiu i Vlorës, Ardito Zllaku, thosë se xhamitë vizitohen çdo ditë nga një numër i lartë i turistëve të huaj që vinë në Vlorë dhe ndalen edhe te këto xhami. Sipas Zllakut, numri i vizitorëve të huaj në xhamitë e Vlorës është gjithmonë dhe më në rritje, pasi sipas tij njerëzit janë lodhur nga ndërtesat e larta prej betoni, duke u fokusuar tek historia dhe arkitektura e vjetër. Muftiu i Vlorës tregon se ka dhe një presion nga turistët e huaj të hapin xhamin e Plumbit që të mund ta vizitojnë, pasi ajo qëndron e mbyllur pas përmbytjes së 4 tetorit. Interesi është shumë i madh i turistëve dhe ne shohim edhe në një farë mënyrë presionin e turistëve që ta hapim xhamin, që ta shohin nga brenda, por duke marrë parasysh rrezikun që ajo ka. Me këmbgulje e majmë të mbyllur, edhe pse gjatë intervistës kemi njerëz të cilët i sillen rreth rrotull për ta parë nga brenda, por nuk e shohin dot. Interesi është për arsye se njerëzit janë lodhur me ndërtesa tashmë beton, janë lodhur me rutinën e punës së tyre të përditshme dhe kanë dëshirë të shohin diçka më ndryshe. Dhe ajo më ndryshe është vetë historia. Prandaj dhe drejtohen tek objektet e kultit që janë, sepse kjo është më e vjetra në Vlorë. Ardito Zllaku tregon se të huajt janë më të ndërgjegjshëm për rregullat që ekzistojnë për futje në xhami, duke i zbatuar ato më tepër. Tendencë në rritje ka edhe nga qytetarët e vendit në zbatim të këtyre rregullave, por numërohen edhe persona të cilët këmbgulin t'i refuzojnë. Çdo objekt ka rregullat e veta dhe xhamia ka rregullat e veta. Kur turisti, pra vizitori vjen për ta vizituar, janë disa pika të cilat duhet i zbatojë. Ai zbatoj. Kryesisht të huajt po. Shqiptarët me atë këmbguljen e tyre që thjesht duhet ta vizitoj, edhe pse ne mundohemi t'ju shpjegojmë rregullat. Kohët e fundit kanë filluar edhe ata të reagojnë, pra t'i zbatojnë, por kemi këmbgulje përsëri nga shqiptarët kryesisht. Zllaku konfirmon edhe faktin se jo vetëm që e vizitojnë xhamin e Plumbit dhe xhamitë e tjera në qytet, por turistët e huaj sipas tij bëhen pjesë edhe e riteve fetare, faljeve që zhvillohen në to. Pjesë e riteve fetare bëhen edhe besimtarët, të cilët nuk i përkasin besimit islam. Ritualet fetar? Ka. Ne kemi këtu në Vlorë njerëz të cilët nuk janë shqiptar, janë me origjinë të huaj, kemi edhe grek. Që përkasin besim. Po, që nuk i kanë përgjitur më përpara besimit islam, dhe tani ata janë vetë ofruar dhe kanë shprehur dëshirën për të besuar, besojnë pra me lirinë e tyre, pa imponimin e askujt. Kemi njerëz të tjerë që nuk janë nga Vlora, po janë shqiptar dhe kanë qenë të besimit tjetër, po edhe nga Vlora kemi nga ata të cilët kanë qenë të besimit tjetër dhe janë vetë ofruar sepse nuk e imponojmë askujt. E rëndësishme është të besojnë tek Zoti i vërtet, tek Zoti i gjithësisë, pastaj se kë zgjedhin të besojnë ata është komplet në dorën e tyre.